Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjitha ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatit. Jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundësuar që edhe sonte të takohemi dhe të vazhdojmë shoqërimin tonë. Gjithnjë një përpjekje për me u frymëzuar sa më mirë edhe sa më shumë me fjalët e Allahut fuqiplot, duke qenë se jemi në rrafimet e surës Ash-Shu'ara, rrafimet cilat padyshim se janë plot për plot mësime, udhëzime e frymëzime. Sonte kemi takim me rrafimin për një pejgamber prej pejgamberëve të Allahut fuqiplot, i cili kishte një përballje interesante me popullin e vet, ngjarje kjo e cila ka ndodhur një kohë shumë të lashtë. Bëhet fjalë për Hudin alayhis salam edhe popullin e tij Ad, gjithnjë sipas asaj që përmendet në kapitullin në surën Ash-Shu'ara. Sonte kemi takim me ajetet prej 123 deri në ajetin 140. Allah i madhëruar thotë në këto ajete, që do ta lexoj vetëm për kthimin, për me shfrytëzuar kohën, thotë edhe populli Ad nuk i besoi të dërguarit. Populli Ad nuk i besoi të dërguarit në shumës, pra i përgënjeshtroi të dërguarit e Allahut. Vëllai i tyre Hudi u tha: a nuk e keni frikë Allahun? Unë jam një profet i besuar, i dërguar veç për ju. Prandaj keni frikë Allahun dhe mu bindni mua. Unë nuk kërkoj prej jush asnjë shpërblim, për këtë shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Po e vreni në shumicën e rrafimeve, ose në disa rrafime janë goxhado ajetet njëjta, edhe kjo është dëshmi se pejgamberët e Allahut realisht e kanë pas thirrjen e njëjtë, por nganjëherë edhe çastjen e kanë pas njëjtë. Prezantimin që e kanë bë me fjalë të njëjta. Unë jam një i dërguar i Allahut, besnik. Pastaj nuk kërkoj për juve shpërblim, shpërblimin tim e ka marrë përsipër Allahu, e kështu me radhë. Pastaj vazhdojnë se mretëm të ajetin 127. Thotë: apo ndërthoni në çdo kodër përmendore sa për lojë, dhe apo ndërthoni pallate të fortifikuara me shpresë se do të jetoni përgjithmonë. E kur ndëshkoni, ju ndëshkoni mizoresht. Çdo tri ajete janë interesante, po i përsëris edhe një herë. Apo ndërthoni në çdo kodër, ky e ka përkthy përmendore realisht ndërtesa, ngrehina, për lojë, jo për qëllim mi përmbush nevojat, po thjesht veç për dëfrim, veç për kot. Ajeti tjetër thotë: dhe apo ndërthoni pallate të fortifikuara me shpresë se do të jetoni përgjithmonë. E kur ndëshkoni, ju ndëshkoni mizoresht. Prandaj keni frikë Allahun dhe mu bindni mua, po keni frikë atë që ju dhuroi bujarisht të gjitha ato që i dini mirë. Ju dhuroi bujarisht begati dhe ju begatoi me djem dhe kopshte e burime uji. Vërtet unë i friksohem dënimit tuaj në një ditë të madhe. Ata thanë: për ne është një lloj, na këshillove ti apo nuk na këshillove. Kjo nuk është gjë tjetër vetëm se një traditë e popujve të lashtë dhe ne kur nuk kemi për t'u dënuar. Kjo pra ishte përgjigje e atyre njerëzve. Ndash këshillona, ndash mos na këshillo, ndash tregona, ndash mos na trego, për neve është njëjtë, se kjo çka po flet ti te na s'ka ndonjë vlerë, na po i përbahëm rrugës së të parëve dhe nuk mendojmë se kena me u ringjall e as që kena me u dënu ose me dhënë llogari. Kjo ka qenë përgjigje e popullit Ad, popullit të Hudit alayhis salam. Kështu ata e mohuan atë Hudin pra, dhe ne i shkatruam ata. Vërtet në këtë ngjarje ka argument, por shumica e tyre nuk besojnë dhe nuk ka dyshim se Zoti yt
ai është nga dhënimtari mëshirëploti. Ajeti 140 ishte ky i fundit. Çto janë ajetet e kaptinës apo surës Shuara që flasin për Hudin, që flasin për Adin, që flasin për këtë ngjarje e cila përmendet në Kur'an, po jo vetëm në këtë vend, përmendet në shumë vende tjera në Kur'an. Madje një kaptin e tonë me 123 ajete e mban emrin e Hudit a.s. Përmendet ngjarja edhe rrëfimi si rrëfim, historia si histori në vendet ndryshme me detaje që dallojnë prej një vendi në vendin tjetër. E në të gjitha këto, sikur se e dim, ka dëshmi se Allah i madhruar i ofron edhe detajet sipas kontekstit të temave që trajtohen, edhe aty ku përmendet rrëfimi si shembull apo si burim mësimi. Në të vërtetë përballjet e pejgamberëve me popujt e tyne janë ligj i Zotit. Pashmangshëm krejt pejgambert kanë pas probleme dhe kanë pas telashe me njerëzit e vet. Mbase ç'kjo është ajo që Allahu e ka parapat që njeri mos me jetu në këtë dunja pa u sprovu, ndërsa sprovat e njerëzve të mirë që pejgambert e Allahut padyshim janë të këtill, si duket janë pikërisht sprovat me përpjekjet e tyne, me angazhimin e tyne për me e promovu të vërtetën, për me ngrit, me e fuqizu atë, po njëkohësisht edhe me u përball me ata që i kanë qëndru karshi, po të pozicionum edhe të disponum armiqësisht në raport me të vërtetë. Dhe nuk po muj për me e fresku, nuk po muj me kalu pa e fresku memorien tuj me atë që e kemi përmend po thujse në çdo takim, prej se ke fillu me fol për këtë sure, ja u kujtu fillimin e kësaj sure ku Allah i madhruar në të vërtetë i jep gajret pejgamberit vetë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që ishte i dërguari i fundit, e i cili këtë përballje me popullin e vet, me njerëzit e vet, e përjetoi shumë rand. E përjetoi aq rand sa që rrezikonte me u dëmtu, me dëmtu shëndetin, me dëmtu jetën e vet, dhe Allah i madhruar po i thot: "La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin", apo don me e çu veten poshtë pse ata s'po besojnë. Do thonë çto jemi të përsërit vazhdimisht në çdo takim për me mujt me e majt lidhjen mes këtyre rrëfimeve edhe fillimit kësaj sureje. Mes këtyre rrëfimeve edhe ngushëllimit, gajretit, po edhe frymëzimit që ja ofron Allah i madhruar pejgamberit vet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e na duke qenë se e ndjekim rrugën e pejgamberëve në përgjithësi, e posaçërisht atë më të freskëtën që e kemi me gjurmë freskëta dhe të dukshme të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe na kemi nevojë me u frymëzu kohë pas kohe, për arsye se ajo dashamirësi e skajshme që pejgamberët e kanë pas, pa përjashtim, për popujt e tyne. Ajo dashamirësi e cila si virtyt ndoshta ka qenë natyrshëm prezente në shpirtin edhe në moralin e secilit pejgamber, e cilën pastaj shpallja e ka gëdhend edhe e ka fuqizu hala ma tepër. Ajo dashamirësi sigurisht që ka prodhuar mes tjera është edhe keqardhje. Njerëzit kanë ndi keqardhje për mos besimin e popujve të tyne. Janë ndi shumë keq. Edhe në të vërtet, pikrisht këto qëndron ajo ai mësimi jon i rëndësishëm që e kam përmendur edhe në të kaluamën, e kena me vazhdu me lejën e Allahut me e përmendur në vazhdimsi, për arsye se konsideroj se kemi ngecje që aty pejgamberët janë ndi keq kur s'kan besu njerëzit, për dallim prej një pjesë të muslimanëve sot që kur e shohin dikën tu gabu, mos flasim tu mos besu, po thjesht tu gabu, ata sikur gëzohen. Mungon ajo ndjenja e keqardhjes që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e Allahu i ka thonë apo don me e çu vetëm poshtë pse s'po besojnë. Na kur
kur i shohim njerëzit të gabu sot, ose kur i shohim të mos besu, ose të e manifestu mos besimin e tyne, ato sigurisht është prej dashurisë që kemi për fejnë e Allahut, po me gjithate shprehja e ati mos pajtimi të na nuk është i duhune. Nuk është shprehja e këtij mos pajtimi, nuk është e duhuna. Për arsye se na në vend se me u lut për udhëzimin e njerëzve, nganjëherë na shkon goja me mallku. Me u lut për shkatërimin e tyne. A është realitet që kë? Secili prej neve mundet me testu veten e vet. Për shembull, kur i shohim në Ramazan njerëzit në pikë ditës të hangër ose të pi duhan, na shkon mendja me thonë, marrë jo koftë. Ose këqëri pa pikë marrë, ose këqëri sa të këqi, ose këqëri sa të poshtër, ose kështu me radhë. Pejgambert e Allahut nuk kanë vepru qështo. Pejgambert e Allahut nuk kanë vepru qështo. Ata kanë ndi keqardhja dhe keqardhja e tyne i ka bo ata Elhamdulillah. Keqardhja e tyne i ka bo ata me u lutë për ata njerëz. E dini shembullin kur e kam pru të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njërin cilin ma tepër se një herë kanë zonë të pi alkohol. Edhe kur është zonë të pi alkohol, është dashtë me ndëshku. Një herë, 2, 3, dikur sahabet, edhe ata e kam pas për i keqardhjes, e kam pas qysh një njeri ka që shpesh edhe s'po i vjen marrë të paktën prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po e sjellin këto, edhe dikush prej sahabeve ka thonë, akhzahullah. Allahu e marroft, Allahu e poshtnoft. Që sa herë e prun të dehon, ose që sa herë e prun që e kanë zonë të pi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka bërë? Ja u ka tërheq vretjen dhe ju ka thonë se ky reagimi juaj nuk është reagimi i duhur. Ju ka thonë mos mallkoni, mos u lutni kësaj. Bile ka thonë mos u bani aleat të shejtanit kundër vllajt tuaj, se pasha Allahun unë e di që ky njeri e don Allahun edhe pejgamberin. Edhe këtu janë dy udhëzime interesante shumë që i ka dhonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para, ka udhëzu që ajo keqardhje, ajo ndjenjë e pakëndshme që besimtari e përjeton kur e shet dikën të bo keq, mos me leju që shejtani me na e deviju ka hekeqja si rrjedhoj me u lut për shkatërimin e keqbërësit ose të gjunaqarit, po me u lut për udhëzimin e tij. Me u lut për udhëzimin e tij. Çështu i kon pejgamber, që kjo kon sjellja e pejgamberëve. E kemi përmend edhe te Ibrahimi alayhi salatu wassalam, e kemi përmend edhe te Nuhi alayhi salatu wassalam, ju kujtohet edhe në raste të pashpresa. Nuhi alayhi salatu wassalam e dinte mos se kërkush s'ka mi besu, hala mundohet djalin e vet me e bind, hajdo bir hyp me neven anije se kush s'hyp ka me u përmbyt. Mos rri me kufart, mos rri me mohuesit. Kjo ishte lutja e Nuhit alayhis salam për të birën. Edhe pse, po them, paraprakisht Allahu i kishte tregu se nuk ka me besu mo askush, as djali jet. Ibrahimi alayhis salatu wassalam kur e kërcënoi baba i vet, rrëfimi i surës Maryam e jep këtë detaj, kur e kërcënoi baba i vet me vrasje, i tha se astaghfiru laka rabbi. O bab, unë kam me u lut për ty që Allahu ty më të falë. Edhe në surën Shuara, qëto kur e kana përmend Ibrahimin alayhi salatu wasallam në ato ajete, i ka përmend Allahu lutjen e Ibrahimit alayhi salatu wasallam, i cili thotë waghfir li abi, o Allah falë babën tim. A baba i Ibrahimit alayhi salatu wasallam nuk ka qenë njeri, realisht po flasum për perspektivës tonë, pa pretendu që qërën na çka po dim se gjoja Ibrahimi alayhi salam se ka dit mirë. Për i perspektivës tonë, apo themi, baba Ibrahimit a.s. ka njeri që s'ka bo, nuk ka qenë lejume me u lut për falje për te. Ibrahimi a.s. e ka marrë vrejtjen masane dhe u drejtun në këtë punë. Po çka po du me thonë? Pavarësisht pse nuk bën me u lut për një njeri i cili ka vdekë në mohim.
një njeri i cili ka vdekur në kufër, në shirk, s'bën me u lut për te. Udhëzimet e Kuranit janë çështo. Po praktika e Ibrahimit a.s. Praktika e pejgamberëve në përgjithësi, neve me gjithë atë do të me na bo aq dashamirës për njerëzit, kush do të qofshin ata, nëse jenë të afërmit tonë, ajo dashamirësi do të më rrit hala ma shumë, nëse i kemi më të largët, ajo dashamirësi do të me met në suazat normales, po në të gjitha rrethanat, kur e shohim diken duke vepru keq, as me u gëzu, as me u knaq, as me u një mirë, e as me na ardh ajo euforia e shfryrjes së mlefit, duke i mallku ata edhe duke u lut për shkatrimin e tyne. Por ajo keqardhje duhet të na me shkaktu as i shqetësimi, që me qenë sigur se shembulli i shqetësimit të pejgamberi a.s. të cilit i erdhi vrejtja prej qiellit, apo don me e çu veten poshtë pse ata s'po besojnë. Na derin që të deregje nuk kemi atë nivel të dashamirësisë, po kohja dhe drejtimit që këtë duhet me kanë. Edhe në asnjë mënyrë s'ban me u gëzu, edhe me thonë, që e kena ditë se s'ka kur gjë pe i këtina. E thej qafën edhe kë, shkoj edhe kë. Jo, kështu besimtari nuk ban me shprej kësi ndjenja për arsye se nuk është sjellja, as nuk është gjendja, as nuk janë ndjenjat e pejgamberëve këto, ana realisht të pejgamberët frymëzohemi. Gjithsesi, kjo dashamirësi nuk i relativizon gjanat, nuk e relativizon madje as besimin ton, as qëndrimin ton parimor në ato udhëzime të cilat Allah i madhruar ka kërku që të qëndrojmë në to dhe të qëndrojmë besnik atyne. Bile ban me e thonë edhe këto, e s'prish pun me e majtë në men, nëse për një mend dikon do të me qenë rigoroz, edhe i paluhatshëm, edhe i pa kompromis, atëherë në parime njeriu besimtari do të me qenë në raport me vetën e vetë. Po, për vetit shtërngoja sa të munësh. Jo mja shtërngu qysh s'dohet, po lidhe atë shtërngushëm që mos me deviju. Po tjerve, edhe nëse ja u len pak ma shlirë, madje shpresoj që s'keni me më keq kuptu, edhe nëse ja u len edhe ma shlirë se që duhet, shpresoj që s'kemi gabu. Se pejgamberët e Allahut i kanë lut njerëzit me vite për me i orientu edhe me i udhëzu në besimin e drejtë. Nuhu a.s. qëndroi 950 vite, duke po sabër me popullin e vetë. Asnjëherë nuk u zmbraps, asnjëherë nuk u dëshpëru. Edhe nuk ndodhi ajo lutjen që e ka bërë Nuhu a.s. Inni maghlubun fantasir, i ka thonë Zotit o Zot, unë mos nuk kam ka mjamajt, andaj lëshojë ndihmën tone. Nuk e ka bo në fillim. Mas 950 vjetëve e ka bo, edhe atë kishë vazhdu Nuhu a.s. me pas ymër edhe 950 vjetë tjera. Sigur Allah të mos i kishë thonë, o Nuh, deri qëto kjo punë e ka pas, ma thutje nuk shka. Ja, atëherë Nuhu a.s. ju ka dorëzu Allahut tamam qysh i dorëzohet një besimtar. Pra e kemi për kushtimin e pejgamberve në fenë e Allahut fuqiplot, në përcjelljen e mesazhit të emanetit, në thirrjen e njerëzve, e shohim se sa të përkushtuar dhe sa parimor kanë qenë, po e kemi gjithashtu edhe dashamirësinë edhe dhëmbshurinë e pejgamberve, e cila ka prodhu mirësjellje në raport me popujt e tyne, po ka prodhu njëkohësisht edhe keqardhje për rastin e mosbesimit tyne. Andaj, menoj që na pikrisht qëto do të me e kap, edhe pikrisht me qëto na do të me udhëzu. E kena përmend javën e kalume, kedhebet qaumu Nuhin el murselin, i ka përgënjeshtru populli i Nuhut pejgamberët. Sonte e kemi, kedhebet Adun el murselin. Adi, që është populli i Hudit, i ka përgënjeshtru pejgamberët. Javën e kalume kemi thonë, e do të përsëritim prapë edhe në këtë rast, që ata me një pejgamber kanë pas punë
Mirë po përgënjeshtrimi i tyne një pejgamberi që ja kanë bo, është realisht përgënjeshtrim edhe mohim i të gjithë pejgamberve. Për arsye se realisht pejgamberët kanë qenë një tansi, po që kanë qenë një grumbull individësh që kanë jetu në vende, në rrethana edhe në kohë të ndryshme. Përgënjeshtrimi ose mohimi i cilit do prej tyne është mohimi të gjithëve, për arsye se ata janë tansi e pandashme. Edhe neve si musliman, në shpallin e fundit, në Kur'anin famadh, këtë punë Allah i madhruar na e ka sqaru edhe na e ka konfirmu fuqishëm, la nuferriqu bejna ahadim mir rusulih. Kjo është ajo formula që Allah na e ka mësu, e që na duhet me përvetësu, edhe me e thonë, edhe me e gdhendë në zemrat tona si bindje, ne në asnjë mënyrë nuk bojmë dallime edhe eliminime në mes pejgamberve. Mësimin konkret e kemi të këta shembuj, kedhebet Adun el Murselin, populli Ad i ka përgënjeshtru pejgamberat. Ata veç me një pejgamber kanë pas punë, veç me që ato e kanë pas refuzimin, me gjithate është llogarit përgënjeshtrim i të gjithëve. Pastaj idh qale lahum akhuhum Hudun ela tattaqun, kur vllai i tyre Hudi u tha, a nuk po e keni frikë Allahun? Javën e kalume idh qale lahum akhuhum Nuhun ela tattaqun. Nuhu kur u tha vllai i tyre Nuhu, a nuk po e keni frikë Allahun? Shprehjet të parafërta, protagonisti po ndryshon. Pse? Për arsye se bazat janë të njëjta. Popujt janë sill njëjtë me refuzim, pejgamberët janë përshkruar njëjtë si vllazën të tyne. E kemi thonë, s'prish punë me eri kujtu, ky vllaznillëk është vllaznillëk vetëm biologjik, vetëm etnik, nuk është më i rëndësishmi gjithsesi. Më i rëndësishmi është vllaznillëku i kauzës, i parimit, i besimit, pavarësisht pse sot njerëzit pikërisht që tu munohen me godit ato të vlerave me rënu e ato të natyrës me promovu, i cili realisht edhe nuk prodhon diçka. Thojnë filonin e ki vlla për shkak se e flet njëjtën gjuhë sikur ti. Ose thojnë feja e shqiptarit është shqiptaria, halos dul dikush me na thonë, me na kallëzu që kjo fe shqiptari çka promovon, cila është vlera e saj, cilat janë shartet e saj, shtyllat mbi të cilat ngritet. Pse? Për arsye se s'ka. Pse dush me konë meritor që je shqiptar, ose je arab, ose je çka do të qoftë. Nuk je meritor derisa mos bosh burr i mirë. Për arsye se ti nuk e ke zgjedhë çka ki me konë, etnin nuk e ka zgjedhë kërkosh, as racën, as ngjyrën e lkurës, as kohën kur ka jetu, as prindrit prej cilëve ka lind, as sa ka me qenë, sa jetë gjatësia e tij e kështu me radhë. Ato çka s'ke mujt mi zgjedhë dhe i ki t'imponume, pse duhesh me umburr me to. Krenohu me ato që e ke zgjedhë vetë, ajo është virtytshmëria, vlerat, besimi, zemërbardhësia, burrnia e kështu me radhë. Po, megjithatë, Allahu i madhruar nuk e mohon këtë lloj të vllaznillëkut. Pra me i thonë dikujt unë ty të kam vlla për shkak se je shqiptar, s'ka kur gjë të keqe, hiç absolutisht. Për arsye se Islami i promovon lidhjet mes njerëzve, të cilat burojnë edhe ngriten edhe kultivohen si rrjedhoj e cilave do pikat të përbashkëta që njerëzit kanë ndërmjet vete. Nëse është etnia ose kombi që i thojnë sot, s'prish punë edhe aty me pas vllaznillëk për arsye se Islami njerëzit i afron. Nëse është fqinësia, nëse është kolegialiteti, punojnë dikun bashkë, nëse është çka do të tjetë, Allah i madhruar i mëson njerëzit që me pikat e përbashkëta me e nis komunikimin, se çashtu është më mirë, çashtu shkon marr. Me pikat e dallimit nëse fillohet, shumë problem është me u bë bashkë masanej, shkon mrapsht. Dhe Allahu po tregon në mënyrë shumë të qartë, po thot idh qale lahum akhuhum Hudun ela tattaqun. Kur vllai i tyre Hudi u tha, a nuk po e keni frikë Allahun? Edhe për atë popull edhe për secilin popull me e pas vlla që quhen Allahu, një njeri të madh çfarë janë pejgamber të Allahut, padyshim që është vlerë. Inni lakum rasulun amin,
unë për ju jam një i dërguar besnik. Me përmend përshkrime lavdruse për veten. Kur njeriu flet për veten, me lavdu veten, nuk është gjë e mirë. Nuk është gjë e mirë. Zakonisht nuk është mirë me njeriu me lavdu veten. Mirë po, në situata dhe në rrethana të veçanta, bëhet e domosdoshme. Për arsye se kime e hap një temë me dikend, ku tema është shumë e rëndësishme edhe ti dosh me i tregu atij se kjo çka po të tregoj unë, kjo çka po du me të fol unë ty, kjo është e bazuar në një kompetencë. Jam të ditë. Nuhu a.s. i ka thonë, Hudi ju ka thonë, ju thonë pejgamberët në përgjithësi, Rasulun emin. Jam i autorizum me kompetencë flas për këtë punë. Pse? Se jam Rasul. Allahu më ka zgjedh edhe më ka obligu me e përcjell këtë mesazh. Po jam edhe emin, edhe prej anës time nuk deformohet asnjë fjalë e vetme se e përcjelli mesazhin me besnikëri. Në situatat të caktuara ka nevojë njeriu me e prezantu veten në këtë frymë pozitive, që realisht nuk arrihet ndryshe përveç se duke u lavdru. Pra nuk do të me e bosh shprehi njeriu në çdo fjalë me lavdru veten. E sidomos aty ku të njohin, s'ki nevojë hiç me u lavdru. Mirë po dikon që do të me u prezantu, bëhet pothuajse e domosdoshme ose të paktën e nevojshme me e lavdru veten, jo për me ngrit veten pa ndonjë vlerë reale, po për me i tregu njerëzve se kjo çka unë po ofroj për një me ka vlerë të veçantë, edhe këto pejgamberët e kanë bë kur ka qenë nevojshme. Unë jam një i dërguar i Allahut, që me besnikëri e përcjelli mesazhin. E dini rrëfimin e Jusufit a.s. kur i ka thonë mretit, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Masi po don me i shfrytëzu shërbimet e mia, se mreti kur e ka pa çfarë njeri është Jusufi, ka thonë bimani këto se ky duhet nga të meje me najt, atëherë masi po donun me najt nga teje, ka thonë ij'alni ala khazainil ard. Mbaj përgjegjës për thesaret e shtetit, inni hafidhun alim, për shkak se unë jam besnik në rujtjen e tyne, por edhe di, jam i Zoti. E thash me i thonë vetit në rrethonat rëndomta, unë jam i Zoti, unë jam kështu, për një mend nuk është burrni. Mund është me konë shumë i Zoti, po si t'ja nesh me fol shumë për zotësitë dhe aftësitë dhe vlerat tua, veç shkon ajo vlerat duke humbë, njerëzit duke dojnë këte. Po nga njerë është e nevojshme me e thonë. Edhe pejgamberët e Allahut e kanë thonë këte pikrisht atëherë kur ka qenë e nevojshme. Fattaqullaha wa athi'un. Edhe kjo shprehje është që është përsëritur edhe më herët, e kemi hasë edhe te Nuhu a.s. Keni frikë Allahun dhe më dëgjoni mua. Lidhja juaj edhe e imja bashkë me ju do t'jetë me Allahun, ama për çysh bëhet ajo lidhje, çysh fuqizohet, çysh mirëmbahet, unë ju mësoj se di. Do thonë keni frikë Allahun dhe më dëgjoni mua, pastaj për m'ia u largu ato vezveset se mos ka ndonjë far interesi, ndonjë far kështu diçka, thotë ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Unë si jam të lyp kur far shpërblimi, kur far kompenzimi prej juve, për arsye se shpërblimin tem e ka marrë parësi për Zoti i gjithësisë. Ajo më shpërblen mu, ju s'kini nevojë mu lodh për atë. S'doni as me mbo rrogë, as me mbo shtëpi, as me mbo hiç kurrë absolutisht, për arsye se Zoti është ai i cili, Zoti i gjithësisë është ai i cili kujdeset për mua. Edhe që ky prezantim i pejgamberëve, do thonë ka qenë si hyrje për komunikimin e më të tjeshëm me popujt e tyne. Mas kësaj ka fillu komunikimi në një nivel serioz, ma shumë serioz, për arsye se tani paraqitet nevoja mi u kallëzu cilat punë
nuk jeni tu i bo që është duhet, cilat punë jeni tu i bo gabimisht, çka jeni tu gabu në jetën e juj, për arsye se sikur njerëzit mos ishin tu gabu, s'do të kishte nevojë me çu pejgamber. S'ka ndodhur me ardhmë i pejgamber, tu kon njerëzit shumë mirë. Krejt besimtar, krejt në rrugë të Allahut, e Allahu ta shpëton një pejgamber, çka ka me lyp pejgamberët e ata njerëz. Realisht na gjithë kemi nevojë për mësimet e pejgamberëve, mirë po pejgamberët, paraqitja dhe ardhja e tyre gjithmonë ka qenë kur është rrit nevoja e njerëzimit për ta, e kjo është manifestu me deformimet e ndryshme në qëndrimet e tyne, në bindjet e tyne, në sjelljet e tyne, e kështu me radhë. Pastaj vinë ato 3 ajetet që janë 128, 129 dhe 130, që i citova 2 herë për me majtë në menë se çka kanë qenë vrejtjet kryesore, ose 3 vrejtjet kryesore që Hudi a.s. ja ka dhonë popullet vetë. Do në qëtë kontekst, përmendën 3 vrejtje kryesore që Hudi a.s. ja ka dhonë popullet e vetë Adit. E para ju ka thonë, e të bënune bi kulli riin ajeten të abethon. Qka puna juve kështu që në çdo lartësi ju e ngritni nga një objekt kot. S'ka pas të bëj aty me ndërtesa në cilat njerëzit kanë nevojë me banu, ose ndërtesa në cilat njerëzit kanë nevojë me e rregullu jetën e tyne. Sot për shembull ka lartësira që ngriten disa ndërtesa, ani pse njerëzit zbanojnë në ato, po vynë për shembull për komunikim. Ajo është e nevojshme. Këtu fjala e fundit e ajetit 128, ta bethun e përshkruan saktësisht ku është gabimi aty në njerëzve. Ju thotë s'poleni vend lartësi pa e ngrit nga një objekt kot, pa kur far levërdije, pa kur far arsye, pa kur far përfitime. Kjo është vrejtja e parë. Vrejtja e dytë, wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun. Ndërsa objektet e juja për cilat keni nevojë, shtëpia, rezidenca, pallate, çka do qoftë, thotë ju kur i ndërtoni ato, e teproni atë shumë sa që jeni të i ndërtu sikur me konë të jetu për gjithmonë. Vrejtja e dytë. Pra vrejtja e parë, ndërtimet pa nevojshme, vrejtja e dytë, edhe kur ndërtoni ato për cilat keni nevojë, e bëni sikur me jetu për gjithmonë. Edhe e treta, në ajetin 130, wa idha batashtum gjebbarin. Kur konfliktoheni me diken, kur reagoni ndaj dikujt, nuk reagoni me mas, nuk reagoni që shdohet, po ju reagoni mizoresht. Kur e ndëshkoni diken, e ndëshkoni mizoresht, s'ko ku shkon ma keq, do më thonë, përdorimi i forcës edhe i dhunës prej anës juve është i tmerrshëm. S'ka asnjë kufi. Këto janë 3 vrejtjet që Hudi a.s. ja ka dhënë popullit vet. Ngritni objekte të panevojshme, ato për cilat keni nevojë, vrejtja e dytë, i bëni sikur me konë të jetu për gjithmonë, edhe vrejtja e tretë, kur dikush ka punë me juve, ju mizoresht e trajtoni atë. E të 3 këto janë vrejtje serioze gjithsesi, jo se ai popull i ka pas veç të 3 behane dhe s'ka pas tjera, ose që pejgamberi nuk ju ka thonë edhe vrejtje tjera dhe mësime tjera. Mirë po që të 3 janë shumë të rëndësishme për arsye se nëpërmjet tyre na e kuptojmë se çaj popull çfarë synimesh ka pas. Në çdo lartësi ngritni objekte
kot. Ata e kanë synu lartësin. Po se kanë synu që do të me e synu njeriu. Se njeriu do të me e synu lartësin. Po jo lartësin bukfalesht. Se lartësia i takon Allahut. Po njeriu do të me synu ngritjen e vazhdueshme në dije, në vepra, në mirësjellje, në gëdhendje, në të arrituna shkencore. Dhe më thonë që kjo është ajo ngritja, mirë po lartësia si diçka konkrete i takon Allahut. E dyta, e kanë synu pavdeksin. Dhe më thonë qëndrimin përgjithmonë në dunja, se i ka thonë وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Ju po bëni ndërtesa për cilat edhe keni nevojë, po i bëni sikur me jetu gjithmonë. Edhe e treta, ai autoriteti i pakontestueshëm që e kanë synu, që me eliminu të gjithë, e veç ata me konë, veç fjala e tyne me u dëgju, për këtë arsye janë sill aq mizorisht me të tjerat. E të trija këto, nga një, se cila prej tyne është deformim shumë i madh, po kur bëhen të trija të bashkë, atëherë bëhet shumë më e madhe dhe shumë më e shëmtume për shkak se të njeriu krijon arrogancë, krijon despotizëm, krijon zullum, krijon e të gjitha këto pastaj shëmtia e tyne rritet kur kihet parasysh se në një farë mënyrë njeriu me këto synon mënyrë të shpallën apo të pa shpallën me i bë konkurrencë Allahut fuqiplot, Zotit të gjithësisë. Me lartësi, me amshim edhe me forcën e pakontestueshme sipas tyne. Edhe një mënyrë e këtill e identifikimit të problemeve, edhe e paraqitjes tyne, edhe përpjekja për shërimin e këtyne, për një mend e tregon largpamësin, mendjemprehtësin, mençurin, gjenialitetin e pejgamberit Hud, alayhi salatu wassalam, e i cili, sikur të gjithë pejgamberet, përveç që kanë pas si me thonë aftësi njerëzore shumë të veçanta, ata krahas kësaj kanë qenë edhe të udhëhequr nga shpallja, i ka mësuar Allahu fuqiplot edhe s'mbetet kurrë e çuditshme në këtë aspekt. Pastaj vazhdon komunikimi, nëse ju kujtohet javën e kaluar kam thonë, Sureja Shuara e përshkruan një aktivitet me disa ajete, me 10 ajete. Atë Nuhi a.s. ai aktivitet kohëzgjatja e tij ka qenë 950 vite. Edhe te Hudi a.s. është sigurisht me 10 vite, ndoshta me qindra, po Kurani i përshkruan sakt edhe qartë, nganjëherë i përshkruan edhe shkurtimisht. E thash aty pejgamberi e prezantoi veten, u bani të qartë se cilat i keni gabimet kryesore, edhe tash po ju thot Fattakullaha wa ati'un. Njëherë më herët ju tha, keni frikë Allahun edhe më dëgjoni mu, tash po ju thot edhe njëherë, keni frikë Allahun edhe më dëgjoni mu. E njëjta gjë ishte më herët edhe te ajetet e surët e Nuhit a.s. me popullin e vet. Keni frikë Allahun, më dëgjoni mu. Pja u tregon ajetet, ato gabimet, pastaj prapë ju thot, keni frikë Allahun, dëgjoni mu, e tash po ju jep udhëzime konkrete, po thot keni frikë Allahun, më dëgjoni mu. Keni frikë atë i cili ju begatoj me shumë çka. E ju e dini çka janë ato. Do thonë, ai i cili ju begatoj me shumë çka, e ju jeni shumë të vetëdijshëm me çka ju ka begatu ai. Lidhjen e juj duni me ngrit me te. Me krijuesin, me dhuruesin, me bamirësin, me mshiruesin e pa kufi. Ja u përmend mes tjerash. Emeddekum bi an'amin wa banin. Ju dha bagëti edhe evlad. O gjennatin wa ujun. Ju dha edhe kopshte, ju dha edhe burime uje. Në thonë, këtu tash kaloj biseda në një rafsh tjetër, një tem tjetër,
ajo ishte me u kujtu njerëzve begatit e Allahut, se nga njerëja i thu që tu ke gabu, mbase nuk i mushët mendja. Duhet me gjetë një kënd tjetër për me komuniku, me ja përmendë dhe me ja kujtu begatit edhe mirësit e Allahut fuqiplot, e cilat gjithsesi prodhojnë obligime dhe detyrime. E pa këta, në çdo begatije kemi obligim edhe detyrim edhe borxh me e falëndëru Allahun fuqiplot. E falëndërimi Allahut nuk është diçka tjetër, veç se shfrytëzimi i atyne begative konform kënaqësisë Allahut fuqiplot. Shfrytëzimi i mirë e jo keqpërdorimi ose shpërdorimi i tyne. Që kjo është, si me thonë, shumë shkurtimisht me thonë, cila është detyra e njeriu të cilit Allah i ka dhënë begati, detyra e tij është me qenë falëndërues. E çysh bëhet falëndërimi, çat begati të Allahut përdore çysh dohet, thjesht, mos e keq përdor. Se Allahu s'munëm me i dhonë parë edhe me dasht, s'munëm me i dhonë kompenzim edhe me dasht, se është Zoti i gjithësisë, është sovrani absolut. Pastaj filloi komunikimi prap në një perspektivë tjetër. Inni e khafu alejkum adhabe yawmin adhim. Ju thot, kjo që ka po flason është shumë serioze, për shkak se unë kam frikë se kam ju godithë në dëshkimi një dite të madhe. Pra, pejgambert kur kanë komuniku me popujt e tyne, e kanë përdorë edhe logjikën e ngacmimit të arsyes për me arrit deri te besimi. Pastaj e kanë përdorë edhe për kujtimin për begatit e shumta, po e kanë përdorë edhe metodën e friksimit. Të gjitha këto të autorizume prej Allahut fuqiplot, edhe reagimi i tyne ishte qalu sawa'un alejna e wa'adhte am lam takun min al-wa'idhin. Për neve është njëjtë, ndash falna, ndash mos na fal, ndash këshillana, ndash mos na këshilla, neve kjo punë absolutisht përshtypje nuk na bën. Që kjo ka qenë përgjigja e tyne, pastaj kanë thonë in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adhdhabin. Kjo çka po thotë kanë fol njerëzit edhe para teje çështo, po edhe kjo çka po thojmë na, edhe para neve dikush çështo, na e kena trashëguar për baballarëve tanë, për paraardhësve tanë, edhe heq s'dojmë me ndru diskursin e lëvizjes. Dhe ne mendojmë se s'kena me ndëshku. Ti po thu kene me urë në gjallë, po thu po kam frikë se kam ju godit një ndëshkim, një dënim, një kështu, mirë për nas jemi të e besu. Një gjatë tilë, thot feket dhe buhu, që thash dy fjali janë, na jetin vijus, feket dhe buhu, fe ehleknahum. Kretë jeta e thyne, edhe epilogu i saj është i përshkruar me çto dy fjalë. Fekadhabuhu, ata e përgënjeshtrun ata, e mohun, e refuzun, si besun, fe ehleknahum, Allah thot e ne i shkatrum. Nuk ka ndodh një çast, as nuk ka ndodh brenda një dite, mirë po ka qenë një jetë e gjatë, jo e shkurtër, një komunikim i gjatë, i mundimshëm, i ngarkuar e kështu me radhë. Po epilogu realisht ka qenë pavarësisht sa është koha që janë zhvillu këto ngjarje, fekadhabuhu fe ehleknahum. Edhe që kjo është ai rezultati që Allah i madhruar neve na e mëson realisht për me e ditë. Nëse dikush e zgjedh rrugën e përgënjeshtrimit, të mohimit, të mosbesimit, atëherë fe ehleknahum është epilogu i pashmangshëm. Format dallojnë, gjithsesi çysh kanë dalluar format të popujt e ndryshëm më herët, mundën me dallu edhe deri në kiamet, mirë po epilogu është realisht çaj, logjika e tij është çaj. Ata përgënjeshtruan, Allah thot ne i shkatruam, dhe dy ajetet e fundit janë që përsëriten në secilin rrëfim të kësaj sureje, inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Vërtet këtu ka një dëshmi, por shumica e tyre nuk ishin besimtar. Edhe të Nuhi a.s. ishte qështu, edhe maherët të Ibrahim, edhe maherët të Musaj a.s. Kontekstin e rrëfimit që të dy ajete e plotësojnë edhe e përmbyllin. Inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Në këte ka argumente edhe dëshmi, por shumica e tyre nuk ishin besimtar. Wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim.
dhe me të vërtetë Zoti yt ishte ai i plot fuqishmi edhe i gjithëmshirshmi. I plot fuqishmi edhe i gjithëmshirshmi. Kur ka marrë vendim me i shkatru edhe me i ndëshku, e ka marrë me kompetencë, se është i plot fuqishëm. Po momentin edhe rrethanat i ka zgjedh me mëshirën e tij, pra ju ka dhënë mundësi të bollshme njerëzve, edhe pa i shpenzu, pa i harxhu të gjitha ato mundësi, ata njerëz nuk ju ka ardhur shkatërrimi, se Allahu është mes tjerash edhe Ar-Rahim, i gjithëmshirshëm. Kjo ishte në pika të shkurtë asaj përket këtij rrafimi kuranor. Allah na mundësoft që me u frymëzu, me u inspiru, me marrë mësime të sakta e drejta në jetën tonë prej këtyre rrafimeve, po e përmbylli shkurtimisht duke thonë pejgambert e Allahut edhe kur ju ka ardhur shkatërrimi popujve të tyre, ata nuk janë një mirë, nuk janë gëzu. Pejgamber është urtësia e Allahut ajo i cili vendos gjanat, se Allah është i gjithdijshëm e njerëzit nuk janë të gjithdijshëm. E këtu bojnë pjesë edhe pejgambert, as pejgambert nuk janë të gjithdijshëm. Po pejgambert kanë një shumë keqardhje pse dikush s'ka besu, pse dikush u ndëshku, pse dikush është shkatërru. Pejgambert e Allahut nuk kanë qenë hakmarrës. Pejgambert e Allahut kanë qenë dashamirës. Në të gjitha rrethanat, edhe atëherë kur janë sjellë armiqësisht ndaj tyre, edhe atëherë kur ju kanë bërë zullum e kështu me radhë, në të gjitha rrethanat kanë qenë shumë skajshmërisht dashamirës. Mendoj se na kemi nevojë pikërisht në këtë pikë me u frymëzu prej jetës edhe prej virtytshmërisë së tyre. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, kaq ishte për sonte. Besim me shpresë që Allah më na dhon ymër e mundësi që javën që vjen me vazhdu me rrëfimin e radhës deri atëherë Allah ju rujt. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.